Europa nuk ekziston. S'ka ekzistuar ndonjëherë. Sepse Europa nuk mund të ekzistojë kur ka interesa të kundërta brenda vetes. Po. Dhe ndryshe nga Amerika që ka shumë interesa të kundërta, po ka një të tërë ku përplasen, Europa ka vende të ndryshme përplasje. Tash marrim rastin gjerman. Gjermani ka tokën e hëngër nga Polonia. Polonia ka tokën e hëngër nga Ukraina. Po. Tani si mundet këto vende të kenë interesa të përbashkëta? Kanë të kundërta. Për mua arsye pse Polonia thotë do bëj ushtrime të mëdha toksore në Europë, sepse ndjet realisht ndjet në kërcënim. Se ndjet kërcënim nga Gjermania më shumë se nga Rusia. Po. Sepse në Rusia shumë Polonisë jep një copë tokë Ukrainë, që i takon Polonisë. Po. Por Gjermania e kërkon kundërpeshën që i ka marrë në luftën e dytë botërore Polonisë, që është Prusia lindore. Dhe jo vetëm aq. Që do thotë Polonia dhe Gjermania nuk mund të jenë në Europa, sepse janë dy shtete kundër njëra tjetrës. Çfarë do të gënjejnë njerëzit me prallat e takimeve budallëqet që thonë këta, jo po jemi bashkë kundër Putinit. Këto janë rrena. Un kam deklaruar para 3 vjetësh kur filloi lufta e Ukrainës në vitin 2022 ke Mustafa Nano. Po I thash, lufta e vërtet që ju nuk e shihni, nuk është ajo që kujtoni që është në Ukrainë. Lufta e vërtet është Anglia dhe Gjermania përballë njëra tjetrës për kontrollin e Europës. Dhe lufta reale është historia 200 vjeçare e Anglisë dhe Gjermanisë. Është dy luftra botërore. Dhe ne jemi sot si para luftës së parë botërore.